Përtjetër Florian, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mirë se u gjej. Çfarë më thoni diçka për filmin Kazera Masot? Tani, duke qenë se në Tiranë filmi pati goxha sukses, vendosëm që ta sjellim në gjitha qytetet e Shqipërisë dhe sigurisht s'mund të mungonte Fieri. Jemi këtu te Teatri Uajt dhe uroj që njerëzit ta shohin filmin për 2 orë dhe të marrin mesazhin e dur, që në fakt është një mesazh pak më tej asaj që është fasada, është një mesazh kundra dhunës, është një mesazh që duhet të gjithë të reflektojmë në një shoqëri e cila po shkon drejt formës, duke harruar përmbajtjen, një shoqëri që po shkon drejt vetëm klikimit, drejt pasurimit të shpejt, drejt suksesit të shpejt dhe ka harruar që në thelb më e rëndësishme është njerëzorja. Ky është pak fjalë mesazhi i Kazermës që uroj dhe publiku i Fierit në Teatrin Bylis ta marrë dhe ta bëjë vetin. Atëherë keni një cast aktorësh, një grup aktorësh, cilët janë? Po tani është Tik Lizarka që është djalë nga Fieri, është Fjorar Baponari, jam unë, është Artemisa që është aktore nga Tirana, është janë shumë në fakt, është Gerardi, një aktor që jeton në Itali, është Atlantis është djali i vogël që është nga Fieri, që është nga Fieri, janë pasaj është Gentja Zenelaj, Rudina Dembacaj, kam haruar në fakt tani se janë vërtet shumë, po Elmira Ysaj që jeton jashtë, janë shumë aktorë, kasti është shumë i gjerë, në ndjes nëse kam haruar ndonjërin, por që është një kast i mrekullueshëm që i ka dhënë filmit shumë ngjyra dhe që besoj edhe publiku do e pëlqejë. Sa e vështirë ka qenë për ty që gjithë të grup madh aktorësh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, të grumbulloni në sheshin e Xhirimit? Fakt ka qenë e vështirë sepse koordinimi ka qenë goxha i vështirë për faktin që dhe agenda e secilit për tyre ka qenë i zënë, po ja dolëm me sukses, para që kosa produkti është në kinema, të gjitha harohen dhe rëndësi ka rezultati dhe rezultati mendoj që ka qenë i shkëlqyer dhe jam i lumtur për castin që kisha bërë. Atëherë kemi ndonjë plan tjetër mbas së shpejt për të ardhmen në fushën kinematografisë? Po, besoj që me shpresë, besoj që do qëndroj gjatë në kinematografi, nuk është treg i thjeshtë, është treg shumë i vështirë, por mendoj që do realizoj filma shumë shpejt, filma tjerë. Kishit një mesazh me filmin. Çfarë mund të thoni diçka për realitetin e shoqërisë shqiptare sot? Atë që e nisa në fillim është që realiteti i shoqërisë ku jetojmë është që ka një egoizëm tepruar, ne jemi shoqëri e dhunshme dhe ka një dhunë e ti e ndjen dhunën në çdo gjë, e ndjen në komunikim, e ndjen në raport me shtetin, e ndjen në raport me ata që janë sipër teje dhe tentojmë sillemi keq me ata që janë poshtë nesh në thonjza. Por në thelb unë mendoj që njerëzit duhet të reflektojnë, duhet të kthehen tek e mira, sepse askush nuk humbet nëse kthehet tek e mira dhe tek le të themi tek të zbuluarit të vlerave njerëzore. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë këtë mesazh kam. Sidomos për të rinjt, jetojnë në një kohë ku Instagrami, TikToku i ka bërë të kenë iluzione të një jete të bukur. Në fakt jeta duhet jetuar çdo ditë, në thelb të saj duhet jetë familja, njerëzit e dashur, duhet punuar, nuk është e thjeshtë, por nuk është aq e bukur sa që bën Instagrami dhe TikToku. Kështu që me këmbë në tokë, duke luftuar për çdo ditë për të bërë një jetë më të mirë. Ju falenderoj dhe ju uroj sukses. Sukses edhe ty për nismën lokale, po që e ke bërë me shumë dashuri. Solo Intervista, Teatri Bylis, unë jam Turian Jusko.